Shumë prej jush konsumoni kiwi dhe ndoshta nuk e dini se kur është koha perfekte për ta konsumuar, edhe ndoshta e konsumoni gabim. Kështu që mënyra e parë shumë e mirë për ta konsumuar kiwin është në drek, mbas vaktit të rënd me proteina, me djathë, laktozë, kështu me radhë, prodhime bulmeti dhe prodhime mishi. Sepse kiwi përmban aktinidin, një enzim shumë interesante që ndihmon në tretjen e proteinave, tretjen e laktozës e kështu me radhë. Ne jemi më të lehtë pas vaktit, edhe nuk kemi atë fryrjen dhe normalisht kemi tretje më të mirë. Dhe mënyra e dytë, që është prapë shumë interesante, është ta konsumosh në darkë. Në darkë 2 orë para gjumit, 1 kiwi ose 2 kiwi, sepse kiwi përmban serotonin, që ndihmon trupin të prodhojë melatonin, hormonin që ne ndihemi mirë, jemi të relaksuar dhe na ndihmon që të bëjmë një gjumë më të mirë. Kështu që në drek për tretje, në darkë për gjumë. Komento cilën zgjedh ti.